Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Thumma ma ba'd. Allahun azza wa jalla falënderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë kurse salavatet dhe selamat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Të nderuar, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot me lenin Allahut azza wa jalla fillojmë me komentimin e ajetit numër 77 nga sura Al-Imran. Në këtë ajet kuranor Allahu azza wa jalla tregon për dënimin e ashpër të vrasht për një njeri që shfrytëzon emrin e Allahut dhe betimin në emër të Allahut azza wa jalla për t'ia marrë dikujt ndonjë hak, ndonjë pasuri, për të arritur ndonjë qëllimi, ndonjë interesi të kësaj dunjaje, për t'ia përmbush vetes ndonjë ego apo ndonjë dëshirë, shfrytëzon betimin e Allahut azza wa jalla dhe përmendjen e emrit të Allahut azza wa jalla vetëm e vetëm për të arritur tek qëllimi i tij. E në këtë ajet kuranor Allahu azza wa jalla shpall fjalën e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si sebeb dhe pasojë mes një ndodhie që ndodh mes dy personave. Thuhet që në disa transmetime përmendet që ka qenë mes një sahabiut dhe një jehudiut. Në disa transmetime tjetër përmendet që ka qenë mes një sahabiut dhe një jemenasit, Hadramiut, që ka qenë nga Hadramauti. Dhe kështu me radhë, transmetime të ndryshme që përmenden në tefsirin e Ibn Kethirit, ai përmend pak më shkurt, pastaj Imam Taberiu i përmend pak më gjerësisht disa transmetime dhe versione të ndryshme, vetëm e vetëm për më na sqaruar se shkaku dhe arsyeja e shpalljes së këtij ajeti kuranor ka qenë pikërisht një konflikt, një mosmarrveshje dhe një dilemë para të cilës është gjind dhe është dashur që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të gjykon mes atyre. E Allahu azza wa jalla shpall dhe këtë ajet kuranor. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu azza wa jalla, innal ladhina yashtaruna bi ahdi Allahi wa aymanihim thamanan qalila. Thot dhe me të vërtet ata të cilët premtimin e Allahut azza wa jalla dhe betimet e tyre i shesin për një çmim shumë të lirë, thamanan qalila. Me të vërtetë ata të cilët premtimet e Allahut dhe premtimet e tyre, betimet e tyre, zotimet e tyre i shesin për pak parë, që themi na shqip. Ulaika la khalaqa lahum. Thot Allahu azza wa jalla, këto njerëz nuk kanë kur një hise në ditën e gjykimit. Nuk kanë kur një të drejtë në ditën e gjykimit. Nuk kanë kur një hak në ditën e gjykimit. Nuk kanë kur një merit. La khalaqa lahum, s'kan kur një far hise, kur një far merite, kur një far të drejte në ditën e gjykimit. Wala yukallimuhum Allah. Allahu azza wa jalla në ditën e gjykimit këtyre njerëzve nuk do t'u flet. Pastaj thot Allahu azza wa jalla, wala yanzuru ilayhim. Allahu këto njerëz në ditën e gjykimit nuk do t'i shikon. Nuk do t'i shikon me shikimin e tij, ashtu si i takon madhështisë së tij dhe madhnisë së tij te baraka ve taala. Nuk do t'i shikon me shikimin e rahmetit dhe mëshirës. Dhe nuk do t'ju flet atyre me të folmen e tij të butë, të mire, të urtë. Allah do t'i privon nga kjo e mirë. Do t'i privon nga e folmja e tij e mëshirshme, nga shikimi i tij mëshirshëm. Wala yuzakkihim, e as që Allahu këto njerëz do t'i pastron nga njollat e mëkateve që i ka bën këtë dunjë, sikurse Allahu shumë nga bita Ademit dhe robërit e tij në ditën e gjykimit do t'i pastron.
nga mëkatet dhe gjunat që i kanë bërë në këtë dunjë. Walahum adhabun adhim, dhe këto njerëz do të ballafaqohen me një dënim elim, me një dënim të dhëmshëm. Shifeni kërcënimin e Allahut Azza wa Jall për ata që betimin e tyre dhe besin e tyre dhe premtimin e Allahut Azza wa Jall dhe premtimin që ja ka dhënë Allahu te bareke ve teala e shesin për lirë pare. I hupin gjitha meritat në ditën e gjykimit. E humbin privilegjin e faktit që Allahu robërve të vetë do t'ju flet me gjuhën e tij të mëshirës. E humbin të drejtën e shikimit të Allahut te bareke ve teala me shikimin e mëshirës. E humbin të drejtën që Allahu Azza wa Jall këto njerëz t'i pastron dhe t'i lanë nga gjunat e kësaj dunjaje. Dhe meritojnë dënimin e vrasë dhe të ashpër të Allahut te bareke ve teala. 5 kërcënime për një mëkat, i cili mëkat është betimi i rrejshëm në Allahun Azza wa Jall për të arritur një të mirë të kësaj dunjaje. Andaj kur u shpall ky ajet kuranor, tha Ash'ath ibn Qais, tha vallahi, tha ky ajet kuranor ka zbrit për mua. E i thanë si për ty ka zbrit? Tha Ash'ath ibn Qais, e kisha një arë në disa transmetime me xheme me një hadrami. Në një transmetim tjetër thot me xheme një jahudi. Ai pretendoi që sa jara është e ati, unë thosha kjo ara është e imja. E që unë e pa ta dhonë dikur më herët me shfrytzu atë arë, atë tokë. Derisa dikur erdhë momenti që mua më duheshte ajo tokë, dhe shkova te jehudi ose te hadramiu, sipas një rivajeti, për me kërkuar tokën tim, tha ajo është e imja. Tha jo, jemja, jo, jotja. Shkum tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot Ash'ath radhiyallahu anhu, dhe ja tregum tregimin ton. Dhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o Ash'ath, tha ose ti sjell argument, ose ky tha le të betohet në Allah. Tha Rasulullah, unë s'kam argument. E tha si, tash ki nëse betohet në Allah, toka është e këtij? Tha po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tha mirë, tha ja Rasulullah, po të pyes diçka. E nëse tha unë për hir të Allahut lëshoj penga hakem, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, takon xheneti. Tha toka nuk është e imja. Tha unë lëshoj penga, toka nuk është e imja, e këtij është. Faktikisht ky sahabiu Ash'ath ibn Qais radhiyallahu anhu e kuptoi se nëse në hakun e vet, në të drejtën e vet lëshon peng këtë moment, ka me fitu xhenetin. Edhe llogariti tha më mirë unë po jap një tokë në këtë dunjë që ka vlerë dinar dhe dirham, e fitoj me anë të kësaj tokës xhenetin me premtimin e sinqertë të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam sa unë t'i hi procedurës gjyqësore e të merrem me vllahun tim ose me komshiun tim e të bëjmë gazi dunjos që themi na, duke mos pasur në ndonjë tapi, ndonjë dëshmitar për këtë që unë e pretendoj dhe aje më honë, më mirë i doli ajo matematika dhe llogaria që t'ja falë tokën e ta fiton xhenetin. Andaj Ash'ath radhiyallahu anhu gjithnjë kur përmendesh te ky ajet kuranor thonë ky ajet është shpall shkaku i jam. Për mu u ka shpall ky ajet kuranor dhe Ash'ath radhiyallahu anhu ndihej te krenar me këndodhi që ka ndodhur. Andaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë, men halafa an yaminin kadhibatin liyaqtati'a biha mala ahadin laqiya Allah wa huwa ghadbanun alayh. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush bën bej, kush betohet në Allahun azza wa jall, kush betohet në Allahun azza wa jall, rrejshëm
për me ja marë me të pa drejt mallin e tjetër kujt. Ky njeri e takon Allahun azza wa jall duke qenë Allahu azza wa jall i dhëruar me ta. Andaj këto hadithe apo këto forma ku Allahu azza wa jall i dhërohet, nuk i flet dhe nuk e shikon robën e vet, kanë zbrit për disa mëkate shumë të veçanta. Ka zbrit për ky kërcënim i Allahut azza wa jall, edhe i ka transmetu dhe i ka përcjell këto hadithe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për shembull edhe për personin ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yukallimuhum Allahu wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Qultum ya Rasulullah man hum? I thot sahabiu radhiyallahu anhu, Ebu Dharr radhiyallahu anhu, në këtë rast thot ya Rasulullah, kush janë ata njerëz, tre kategori të njerëzve që Allahu azza wa jall nuk i shikon ata, nuk ju fol, e në ditën e gjykimit Allahu nuk i fal ata. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thalathum, tha al-musbil. Tha ky është ai i cili e shton robën e tij në zogzën e komës së tij. Musbil i thon ai i cili pantollat e ma në zogzën e komës së tij. Tha Allah këtë njeri se këtë e ban me mendje madhësi. Tha një është ky, pastaj tha wal munfiqu sil'atahu bil halafi wal kadhiba. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tha dhe ai i cili e shet mallin e vet duke u betu rrejshëm. E shet mallin e vet duke u betu rrejshëm. Valla billah taza sot. A mallin para një javë. Valla billah original është, ajo falsë është. Vallahi më i mirë është kjo. Falsë. Vallahi është e Evropës, a e Kinës. Vallahi 100 copa i ku i shes në ditë. Asnjë se shet në ditë, vetë sa me mashtru mështërie. Këtë person, Allahu azza wa jall, ditën e gjykimit as nuk e shikon, as nuk e fal, as nuk i fol. Llogarita ditën e gjykimit më urin gjallë të qeni i dhërum me ty Allahu te bareke ve teala. Po kush përveç Allahut mundet me të falë atë? Çka të vijnë pasuria? Çka të vijnë malli? Edhe nëse ka pas pasurinë këtë dunjë, nëse ka pas shumë mall, çfarë i sos punë, çfarë i ndihmon? Kur Allahun te bareke ve teala do të takon të keqen Allah i dhërum me ta. E pas e thë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam wal mannan. Në këtë rivajet të Imam Ahmedit përmendet edhe mennan. Mennan është ai i cili ju jep njerëzve, ju ndihmon dhe pastaj va përmend. Ju ndihmon njerëzve, pastaj va përmend. Ja jep dikujt një sako, një xhaket, thotë unë ta dash xhaket, unë ta dash sako. Që unë ja dash, çket unë e kam. Atë kujtohet unë kur ta dash. Po, paske marrë këtë unë që ta kom dha. Kjo është menna. Që njerëzve ju jep diçka e pastaj ju a përmend. Kjo është njëri nga njerëzit me cilët Allahu azza wa jall do të jetë i dhëruar ditën e gjykimit. Pse? Pse ky i nënçmon të tjerit dhe u a keq përdor momentin dhe gjendjen momentale që e kanë pas hallen dhe nevojën për ti me i dhonë diçka, ti ja jep, e pastaj ja përmend. Një mos marrëveshje me do, po buk bej ku më dhonë, ani mo qëto bukën që e përmendi. Ani me i thonë fukara, shko beshti një gishtat, vjellja, para shpis, hekja atë bukën, jepja, këtheja pra. Kjo është menna, që ja përmend njerëzve bukën që va ka dhonë. Që a përmend njerëzve të mirën dhe ndihmën që a ka dhënë. Pra ky që e përmend të mirën që e ka dhënë, pra me kuptu se të mirën që e ke bo, e haron që e ke bo. Po e përmende, dije se në ditën e gjykimit ringjallësh duke qenë i hidhëruar me ti Allahu azza wa jall. Pse? Pse me ty i hidhërohet ai hallëxhia që i ke ndihmu kur ja përmend. E në nëqmonat. Edhe gjithë një kur takon,
ka frikë se çka kemi thonë para njerëzve. Allah na udhëzoft e na drejtoft. E na përmirësoft gjendjen që mos më bëj kështu, që njerëzve më përmend të mirat. Ja ke bëni të mirë, e ke bëu për Allah në fund. S'ki nevojë me përmend, s'ki nevojë edhe me a përmend ati. S'ki nevojë edhe këtë dunjos mi kallxu se që unë ja kom bëu këtë mirë filanit. Dhe tjetra i cili e shet madhen tu betu në Allah. Rrenjshë, se po kur e paraqet nevoja që blersi paraqet dyshim në mallin tënd, dhe ti thu kjo është mall origjinal, edhe ai thot, jo valla s'm duket më kjo, thu valla origjinal është. Streng. Për një me është. Kjo nuk është rrenjshë, se për një me është çaj mall është origjinal. Apo është taza, e thot, jo nuk është, ti thot, jo taza është. I ka 1 kilogram, si ka 800 gram, e thot, jo 800, vallaj, 1 kilogram nësë, nuk mashtrojnë në peshore, se revizi peshore, 1 kilogram është. Kjo nuk hen natë, edhe pse, generalisht, nuk preferohet dhe nuk është edep që mallin me shit të betu në Allah. Por, kur dikush e konteston dhe do me të nxjerrë në rrejnë, edhe ta imponon mu betu në Allah, atëherë, nëse jenë drejt betosh për me dëshmu drejtësinë tënde. Andaj, kjo ajet kuranor shumë qarta zi të tregon se njeriu nuk e shet emrin Allahut azza për interesat të kësaj dunjoje. Dhe si generalisht është e ulët që për interesat e kësaj dunjoje ti me kësh përdor emrin e Allahut, ose me përdor emrin e Allahut për të fitu dinar, edhe kur është për një me, e ulët është që me pas këtë shprehi, për pas se kur e kërkon nevoja. Si kurse, sahabiju, e shathi radiallahu anhu, tha i Rasulullah, tha unë do beton, a i tha do betot, tha unë s'kam argument, a i tha do betot rrenjshëm. E tha edhe rrenjshëm do betot, edhe do e marrë pasurin teme, veç se unë s'kam dëshmitar, tha po. E tha mirë, nëse unë nuk hinë këtë procedur, edhe tham që ati është, shka fitoj, tha gjenetin, tha i kofte, ati është. Se interesët e kësaj dunjoja janë gjithë një të përkohshme dhe gjithë janë shumë të ulta. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullahu yawm al-qiyamah. 3 kategorive Allah nuk ju flet ditën e gjykimit. Disa rivajete që ka përmendi Ibn Kathir rahimahullah nuk janë të sakta, nuk janë të vërteta dhe nuk i përmendi. Disa i përmenden Buhari e disa janë hasanun sahih. Andaj i kom selektu disa nga këto rivajetet që vetëm e vetëm me qenë ma precis dhe me qenë do të vetëm më sqarues të këtij konotacioni që përmendet në këtë formë në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kategoritë dhe njerëzit të cilëve Allahu azza wa jalla ditën e gjykimit nuk ju flet, nuk i shikon, nuk i fal. Dhe paramendoj në atë ditë kur veç Allahu ka drejt me fol, ai nuk të flet. Në atë ditë që veç Allahu të shikon ty dhe ai nuk të shikon. Se njerëzit, si përmendet në hadithin e pejgamberit asën ku ai thot, njerëzit s'kan me këshit njëri tjetrin. Wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara. Thot Allahu azza wa jall, dhe do të shohësh njerëzit sikur të dehur, a realisht ata nuk janë të dehur. Walakin adhab Allahu shadid. Por se kështu bëjnë se e shohin se sa i vrasë është dënimi i Zotit. Njerëzit mos prit me të shikun ditën e gjykimit. E Allahu azza wa jall kanë e shikon me syrin, me shikimin e mëshirës. Allahu kanë e shikon edhe e mëshiron. Allah në mëshiroft e na falë gjithë në ditën e gjykimit. E njerëzit që betimin bëjnë bejnë Allah, rrenjshëm, e shesin për dinare dirhem, qofta edhe milion ato shumë pak,
Themen kalile është shumë pak shumë e ullët është në krahasim me xhenetin. Pse se malli i Allahut është xheneti. Ela inna sil'at Allahi al-ghalia. Me të vërtet, malli i Allahut është i shtrenjtë. Ela inna sil'at Allahi al-janna. Dhe me të vërtet, malli i Allahut është xheneti. Ky xhenet është i shtrenjtë, nuk shitet edhe për miliardat e kësaj dunjaje. Se edhe miliarderi, edhe fukaraja, barabar vdesin. Edhe miliarderi edhe fukaraja barabar ballafaqohen me melaçin e vdekjes. Ku është dallimi? Me iman, pa iman. Me hakin e huj, pa hakin e huj. Andaj ta mendojmë mirë muslimin në këtë kategori. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, rajulun mana ibn as-sabil fadla ma indahu. Subhanallahu, këtë transmetim më rinqethi, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, personi Allah është i dhëruar dhe nuk e shikon dhe nuk e fal personin i cili ka ujë tepër dhe nuk ja jep kalimtarit rrugës. Ka ujë tepër, kalon një kalimtar jabanxhi, është i hetshëm, ka nevojë për ujë, që ai kërkon ujë, don ujë kisja. Ai ka nevojë me pi, këti i tepron, jo se me adhona ti ki ka me të pa ujë. Ki ka ujë tepër, ai është kalimtar. Edhe Ibn Sebil hin kalimtar edhe musliman edhe jo musliman, edhe i njofshëm edhe i pa njofshëm, edhe i afërt edhe i yabanxhi. Kalon një kalimtar, ka nevojë për një gotë ujë, ki me adhonë, nuk ja dhave, e meritove këtë. Dënim të Allahut azza wa jall. Unë s'par herë kam lexuar këtë transmetim. Imam Tirmidhi thotë është hadith hasan dhe sahih. Këtë verzion të tre kategorive të njerëzve që Allahu azza wa jall nuk i shikon, nuk ju flet dhe nuk i fal, dhe atyri ju takon dënim të ashpër, dhe të vrash këtë kategori të njerëzve të cili ka ujë tepër dhe nuk i jep kalimtarit yabanxhi, Ibn Sebil që është kalimtarit të rastit, subhanallahu rënqetha kure lexova. Llogarit ati që si e buk. Dhe me këtë hadith e kuptojmë se çfarë përgjegjësie kemi ndaj njerëzve që janë kalimtar, që janë udhëtar, që janë seferi. E që ta zgot dorën dhe kërkon është hallexhi. Mos më i dhon ujë. Mos më i dhon diçka që është elementare. Kemi të kujdesshëm e të vëmendshëm. Wa rajulun halafa ala silatin ba'da al-usri yani kadhiba. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe personi i cili betohet bën bej në një mall rrejshëm. Çfarë që e përmenda? Malli është shembull sintetik, ato 100% pamuk, është rrejë. Malli është fake, ai thot origjinal është. Është i dorës dytët e pa përdorur është. A është e përdorur është, e dorës dytë. Është kopje, ki thot është origjinal. Është pil filan vendit, ki thot prej filan vendit. Është 1 kilogram, ki thot 1 kilogram e gjysëm. Është bajat, ki thot taze. Ja qëtë një mall për para, ja qëtë mallin për mas. Janë të për para ato të mirat, në kejse ja mush ato dvishktat, dvoglat, dvramat, shtypta, kështu me radhë. Një dipi për para, një 10 për mbrapa e mbush kejse. Qëto i ka prish? Qëto sjellje i kanë prish pazarët, i kanë prish tregtit. Me qëto sjellje kanë humb shumë tregje, shumë qendra tregtare kanë dështu që kanë qenë njohura a nivel botror. Shkrit bota kanë gajt në të tregje me shku me botë të gjallat. Sikur që ka qenë ma heret bit pazari ja. Që krejt balkoni, edhe në krejt balkonin pazari ma i madh ka qenë bit pazari ja. Që për krejt balkonit kanë në qarshin tonë dhe në pazarin tonë. Me ble.
Edhe sot kemi marrë me një gjendje sa që njerëzit me qelë e me mbyll e mos me bo sefte. Me një kohë kur në akşam me tha si kanë qu parët të shtëpia. Po kur ka fillu mashtrimi, kur ka fillu harami, kur ka fillu maskimi, e hilja, e vjedhja në peshore, e rejna në kualitetin e mallit, e kur është përnda zinaja, e kur ka fillu dyqanet katet e dyta me uqel dritat mas orës 8-9 të mbrëmjes, ka unë bereqet. E kur ka fillu esnafat me nguz grad para dyqaneve, me net para dyqaneve, me shikun haram, e kur që na krejt të e dim më mirë, kur ka fillu are 10 karat mushit si 14 karat, e kur ka fillu ajo mu bokshtu, malli kinës mushit si i Turqijes, e aj kinës mushit si i Gjermanis, si original kështu me rath, qëto ka arshqeri dhe belaje. Që me hum krejt bereqeti. Që na që kemi punu si qirak në qarshin e vjetëre dhe kemi punu edhe në pazar, e dim fort mirë se çka ka qenë në atë kohë, çfarë do me thonje ka pas në atë kohë që me pas dikush dyqan apo tezgë në pazar. O konë zotni. Më duket se edhe bërllok me pas marrë me ndjen me shit u shit. Atë shumë bereqet. Atë shumë është punu sa që njerëzit kanë hezitu me punu me shumicë. Se ka pas shumë bereqet me pakicë. Pse mu lodhë, me shku shpes me pruma, me pakicë, se fitimi shumë i madhë. Pa krall ka pas dikush që ka punu me shumicë. Bereqeti shumë i madhë. Por kur u bo e kundër të asaj, erdhë ajo që fatkeqësisht na ka ardhur në dita ditës ma shumë shtatë. Thot Muhamedi s.a.s. në hadithin e fundit, thot 3 kategori Allahu Azza wa Jalla në ditën e gjykimit nuk ju flet. E as nuk i shikon, e as nuk i pastron, nuk i fal. Dhe këtyre njerëzve, dhe këto njerëz do t'i dënon me dënim të vrasht. Thot Muhamedi s.a.s. wa rajulun thot dhe personi i cili e nxjerr mallin e tij në treg dhe e shet duke u betuar në Allahun Azza wa Jall dhe duke cilësu mallin e vet me atë që nuk është, duke cilësu mallin rrejshëm. Allahu Azza wa Jall këtë njeri nuk e fal. Dhe kur e tha këtë hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sipas të transmetimit, Allahu Azza wa Jalla shpalli këtë ajet kuranor që me vetdisu dhe me ngrit vetdijen dhe frikën e Allahut tek besimtarët, që me pas frikën e Allahut, që emrin e Allahut mos me shit për interesa kësaj dynjaje. Që mos me gënjy, mos me rrejt, mos me mashtru duke përmend Allahun Azza wa Jalla. Subhanallah, thon dietarët, se parimisht njeriu kur pa më parasysh sa i keq është. Kur dikush thotë Allah, ati du të me ndalat, me frenu. Jo ke emrin Allah me shfrytzu për me shtu haramin dhe të keqë, për me fitu haram dhe për me mashtru palën tjetër. Njëri shumë një nivel turt e të keqë du të mera, e të pashtër du të mera, që emrin Allah me keqë përdor për të arrit qëllimeve të veta të ulta. Dhe do të tham një gjë, historikisht edhe njerëzit që emrin Allahut Azza wa Jall dhe fenë Allahut e keq përdorin në për kampanja zgjedhore për të manipuluar dhe për të keq përdorur ndjenjat fetare të besimtarëve, historikisht janë njerëz që kanë pas përfundim shumë të keq.
Prej kësaj dënjoja Allahu i ka dënu, pa më parasysh se ata e kanë shpreh dënimin që e ndjen apo nuk e kanë shpreh, por nuk ju ka hik dënimi dhe nënçmimi i Allahut prej kësaj dënjoje. Andaj të kenë frikën e Allahut dhe të kenë kujdes, edhe njerëzit që merren me politikë të mos luajnë me emrin e Allahut dhe me fenë e Allahut vetëm e vetëm për qëllime të ulta politike, vetëm për ta fituar votën e çati populli, çati vendi që janë fetar, përdorin e emra të Allahut, përdorin terme islame, vetëm e vetëm për ti bindë ata se na jemi të mirë, a realisht ma shpinë e talën me atë. Betonë në Allah se kështu a ashtu, krejt kjo është nga vepra të sët vepra shkaktojnë dhe sjedhin mallkimin në Allah të bareke ve teala. Subhanallah, shifeni sahabiun Eshath ibn Qaisin radiallahu anhu, i cili tha, ja Rasulullah, e tha unë nëse e lo këtë bisedë për i Zotit, çka fitoj? Tha xhennetin, tha toka është e këtij, ja fala. Tha unë s'kam kur gjokt. Tërhiqë, tha ja Rasulullah. Kur ta shohësh se dikush dikon në një moment të shtije dhe të nxit kundrejt asaj që me përmend emrin e Allahut për të fituar interesat e kësaj dunjoje, tërhiqu nga ajo punë se s'ka bereqet. Mos u beton Allah, thuj që kjo është. Bujrom shikoje, pëlqen mirë, pëlqen leje. Rrezikon se ki në dorën e njerëzve. Rrezikun ta ka caktuar i madhi Zot. Madje para se marrë këtë dunjë, para se me lind, Allahu ta ka caktuar. Masi ke dalë me kërkuar, kërkoje me halal, kërkoje me dinjitet, se e ki, qatë që Allahu ta ka shkruaj, ki me marrë, dallime e dikosh, a ki me marrë me dinjitet, a ki me marrë me nënçmim, poshtrim, me haram e me mashtrim. Ajo që është lejutja stik, dallime e dikosh, a ki me marrë ka udha e djathtë e mirë, apo ki me marrë ka udha e majtë. Ka e djathtë e mirë, a ki me marrë, ki me fitu edhe pare, edhe ibadet, edhe shpërblim, edhe knatësinë e Allahut, edhe xhennet. Ky dinar ka më bon për ti fe, shpëtim, apo ki me marrë kanë e majtë. Edhe haram ki me bon, edhe parën s'ki me apa hajrin, edhe s'ki me apa bereqetin, edhe ki me fitu hidhërimin e Zotit, edhe ki me fitu xhenemin, edhe poshtrimin dunjojnë hajrat. Andaj kujdes, se ku e përmend me emrin e Allahut dhe betimin dhe premtimin dhe si e realizojmë një gjatë tillë. E kullu ma tasmaun walhamdulillahi rabbil alamin. Do të vazhdojmë inshallah javën